Po cilat janë ato shenjat e para, apo simptomat e para që ne si qytetar mund t'i vrejmë që kemi të lashëm me vena, edhe kur duhet të kërkojmë ndihmë tek një specialist i kirurgjisë vaskulare? Venat sipërfaqësore ose venat e zgjyrora, sidomos në këmbë vrehen me sy. Me ekzaminim klinik i shohim si venat të zgjeruara, të përdredhura me ngjyrë blu, e që preken, palpohen lehtë dhe diagnostifikohen lehtë. Do të thotë me një ekzaminim klinik shumë lehtë diagnostifikohen. Pas diagnostifikimit të tyre, si variqe venoze, ne mund të diagnostifikojmë, do të thotë një pacient mund të ketë venat zgjeruara, mund të ketë vena në formë rrjete, vene retikulares që i themni, edhe mund të ketë vena në formë merimanga ose spider veins, që kapilar, që ne në mjekësi i themi me emrin teleangiektazie. Do më thonë mund t'i ketë të 3 smundjet me vete, me ekstremitetet poshtme, cilat shihen mirë me sy, diagnostifikohen dhe është e arsyeshme që posa t'i vrenë pacienti, të shkojnë vizitë te kirurgu vaskular, sepse me një mjekim konservativ kalojmë mirë. Qëllimi është që të mos vije deri te insuficiencia e plot e trunkut të venes safena magna. Vena safena magna ose vena e madhe, që njihet në gjuhën shqipe, e mbledh gjakun prej pjesës së brendshme të këmbës, shputës këmbës dhe derdhet në venën e thellë në regionin e inguinumit të djathtë dhe të majt, të dy anet. Dhe është vena safena e vogël ose vena safena parve që e mbledh gjakun nga shpina e këmbës, pjesa e poshtme dhe derdhet mrapa në pjesën e pasgjurit në venën popliteale, i themi. Dhe zakonisht patologjia venoze e përfshin sistemin e venës safena magna, do të thotë venën e madhe dhe pjesën e madhe. Dhe fillimisht smundja fillon për me kuptu mirë, kjo është sikur se molla në barë, sikur pema, ka rënjë trupin dhe degët. Dhe të thotë, smundja fillon nga degët. Degët e sterkequra, këta kopshtarët e mirë, shkojnë i krasitin dhe pema merë zhvillimin si dohet. Njësoj është edhe te vena, ashtu e ka kriju Zoti. Dhe më në fillimisht lajmërohen degët, që të venat e përdredhura, të zgjeruara që kanë ngjyrë më blu, që shihen me sy dhe preken. Dhe tash, kjo është momenti i dur që të shkoj te kirurgu vaskular dhe ta bëj vizitën profesionale. Për arsye se ende jemi në stadin ku pacientin e shpëtojmë, gjithësisht e ndërprejmë hovin e smundjes të mos arrijë smundja tashti të krijojë insuficiencën trunkulare. Do thotë fillimisht janë valvulat e zemrës, valvulat e venës safena magna, ato të cilat e mundsojnë kthimin e gjakut venos. Janë kësaj si durët e mia, domthonë gjaku qarkullon prej poshtë lart dhe kur qarkullon lart, kur është vena është me insuficiencë kompetente, gjaku nuk lejohet mu kthy poshtë. Thashti degët e mëdha që janë të smura anash trunkut të venës safena magna. Kur ato smuan tash valvulat venoze tërhiqen dhe mbeten kësaj, nuk mbyllen më, gjaku qarkullon lart, kur rrin koma i bie këtej poshtë. Dhe kjo quhet insuficiencë trunkulare. Tash smundja progredon, me një farforme fillon gjithmonë prej poshtë në kanal, sepse është shtylla hidrostatike, në ligje të fizikës qarkullimit gjakut, është ekuacioni i Bernoullit, ligji i Laplace-it, si matematik. Dhe kësaj kur pacienti tash ka valeriqe venoze, nuk ka ardhur te mjeku dhe vazhdon tutje, vazhdon qëndroj gjatë në ulur, qëndroj gjatë në kom, ti kesh shtatzanit njëra pas njëra në gjenia femrore, atëherë shkon dhe vena smuhet trunku komplet, që ne e quajmë insuficiencë trunkulare. Çka është edhe më keq, në këtë stad ende mundemi me metoda të kirurgjisë konservative, do më thonë me medikamente dhe me kirurgji endovenoze, por kur smundja përparon përfshin valvulën kryesore, që ne i themi valvula ostialis, e cila bën komunikimin e venës kryesore sipërfaqësore me venën e thellë. Në këto momente kur kjo smuhet, do thotë, më nuk mbyllet, sikur valvula e zemrës, atëherë zakonisht duhet një procedurë që ne i themi në kirurgji krosektomi, duhet hapet me brisk regioni i inguinumit, ku bëhet ndërprerja kirurgjike, qepja edhe venës thellë edhe sipërfaqësore në mënyrë që të mos përsëritet më dhe të bëhet jo vetëm mjekimi, por shërimi i plot i pacientit nga venat e zgjeruara, gjithsesi nga insuficiencia që ne tash i themi pamjaftueshmëri, domethënë insuficiencë trunkulare dhe ostiale.